shumë të ngarkuar, shumë të ngatëruar në botën e tyre të brendshme dhe mund të reagojnë vërtet shumë shpejt në shpërthime, më mirë të themi, në të momentit që mund të vërtasin dhe tjerë. Këto mund të vëmë edhe shpërthime në përsa i përket shëndetit të tyre, sepse mund të kemi edhe sëmundje që janë me temperaturë pak të lartë. Është pikërisht momenti kur të gjitha këto mund të dalin pak më tepër në sipërfaqe. Çfarë duhet të bëjmë në këtë rast? Për shembull, dash duhet të jemi vërtet të vëmendshëm që të marrim parasysh të gjitha sinjalet që mund na jep trupi në këto momente, ndërkohë që përsa i përket anës tonë emocionale të jemi pak më të vëmendshëm dhe të mos reagojmë. Pas ditës së hënë, do të futemi tashmë në një fazë vërtet shumë pozitive. Do të bëhet qenia e dashit më efektiv në çdo fushë të jetës së tyre. Bile do të jetë një periudhë në të cilën nëse se veprojnë siç duhet, ose më themi hedhin hapat që nevojitet, mund të futen në një fazë ku janë më të shëndetshëm, janë më efikas në punën e tyre, kjo automatikisht do t'i bëjë ata që të kenë një rritje në karrierë, do të kemi udhëtime të shumta për shenjë dashit.